Me din ajetin i cilit ju ka vrarë djali që e përmendëm më herët 13 vjeçar nderimi, ju ka plagos vajza rrezorta, kamën e djathtë ka të shkurtuar në gjuhë, është plagos edhe vetë në Medinë. Këto pamje të këtij momenti nuk janë të asaj dite. Nuk janë të asaj dite. Jo. Nuk janë, po cilës ditë janë këto pamje? Jo. Apo janë të zhvillimeve të tjera? Jo, të tjera janë to. Se po shohim të një ndërkohë që e kemi natën e Tmerrit vendosur aty, pra janë të zhvillimeve të tjera, të protestave të tjera, të përplasjeve të tjera. Jo, këto pamje nuk janë të asaj dite, as 4, as 5, as nuk janë të muajit shkurt vitit 2000 fare. Okej, këto janë të zhvillime të tjera, të ngjarjeve të tjera, po i bie. Po. Sepse gjithherë kanë bërë përpjekje banorët shqiptarë të kthehen, po edhe të tjerë, edhe bosnjak e turq, më kthyen në pjesën e okupuar, përkatësisht në shtëpi dhe banesat të veta. Në shtëpitë e tyre, po që gjë që jo një herë, po shumë herë. Gjë që s'ka mundur të edhe në një rast, po. Në muajin mars të vitit 2000 është plagos edhe në djalë 13 vjeçar, 12 vjeçar me plumb prej ushtrisë franceze dhe unë e posedoj plumbin e tina që e kena nxjerr mjeku e ka nxjerr prej trupit të tij. Zoti Barani a ka mundur të shmangët ai momenti? Këtu është 13 marsi lumbi tu kalu. 13 marsi 13 marsi që po i 2003. Po 2003. 2000, viti 2000. Apo 2000, po i bie 5-6 ditë më vonë. Janë ngjarje të cilat kanë pasuar më pastaj pra dhe zinxhirore. Në vazhdimsi. Në vazhdimsi kanë ndodhur. Derisa i kanë dëbuar të gjithë shqiptarët prej asaj pjese dhe kanë met e pastër sepse synimi i Serbisë dihet gjithherë ka qenë asimilimi i shqiptarëve, përkatësisht shfarosja e shqiptarëve në përgjithësi.